Ditën e sotme më 17 shkurt, Kosova feston 18 vjetorin e pavarësisë. Në sheshin Skënderbeu në Prishtinë u zhvilluar protesta nën motot drejtësi jo politik dhe liri për çlirimtarët, ku qytetarët bën thirrje për lirimin e ish udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pjesëmarrësit mbajtën flamuj të UÇK-s, të Republikës së Kosovës dhe të Shqipërisë, duke shprehur solidaritetin e tyre me të akuzuarit. Protestuesit kërkojnë drejtësi për ish-krerët e UÇK-s që po përballen me procesin gjyqësor në Hag, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Në protest mori pjesë edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Në shesh u vendos dhe një mbishkrim i madh me moton drejtësi jo politik, i shoqëruar me fotografit e 4 të akuzuarve. Më herët, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe kryetaria e kuvendit, Albulena Axhiu, kryen homazhe duke vendosur kurora lulesh te vari ish presidentit Ibrahim Rugova dhe te vari i veprimtarit të shquar të çështjes kombëtare, Adem Demaçi. Po ashtu, në orët e para të mëngjesit, përpara objektit të qeverisë së Kosovës, u zhvillua ngritja solemne flamurit të Republikës së Kosovës për të shënuar këtë përvjetor të rëndësishëm. Nga ana tjetër, monumenti ikon i pavarësisë së Kosovës, Newborn, riktheu vëmendjen e qytetarëve dhe mediave me një pamje të re. Aktivistët e platformës Liria ka emër shndëruan monumentin sërish në një simbol të reagimit qytetar, duke shprehur mbështetjen e tyre për ish-krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilët aktualisht po gjykohen në Hag, ku prokuroria speciale ka kërkuar 45 vite burg për secilin. Sipas komunikatës së platformës Liria ka emër, mbas vendosjes simbolike të rrethojave hekurit dhe mbishkrimit Kosova e burgosur, monumentit ju vendosën 5.000 emblema magnetike të UÇK-s. Aktivistët e përshkruan këtë si një reagim qytetar ndaj padrejtësisë së proceseve gjyqësore dhe tentativave për rishkrim të historisë. Monumenti Newborn, i vendosur përballë Pallatit të Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë, u zbulua në ditën e shpalljes së pavarësisë dhe për 18 vite ka qëndruar si simbol i lirisë dhe i shtetësisë. Tradicionalisht, pamja e tij ringjyroset çdo vit për të përcjellë mesazhe që lidhen me realitetin politik dhe shoqëror të vendit.